Shkolla artistike e Prinkjakova në Shkodër pritet që t'i nënshtrohet disa ndryshimeve sa i takon pjesës së infrastrukturës. Drejtori i këtij institucioni, Anton Kaftalli, tregon se pas vizitës së kryebashkiakut Benet Beci premtoi se ndërhyrja në ambientet e brendshme dhe të jashtme do të ketë. Fillimisht shkolla u krijua vetëm për muzikë, ndaj edhe shtimi i lëndëve të tjera si vizatim apo pikturë, ka sjellë ngushtim të procesit të mësimdhënies. Kena pas një projekt nga një arkitekt që ka ndërtu shkollën, që ka kanë rushtitipra. Kena pas një projekt me elementet leta, me shtuter, kaqen artistike, po nuk u ban kur. Të ditë kena pas i takim me kryetarin e bashkisë, që na ka premtu, e ka pa në vend nevojen dhe mundësin për të ban, dhe besoj që ky problem do të sillet. Problem tjetër i shkollës është që janë kabinetet sanitare. Që shkolla ka përveç 200 nxënës, ka 70 sa vet, rreth 73 vet, ka personel mësues dhe personel ndihmës. Që nyjet sanitare nuk s'mduket se janë të mjaftueshme. Nuk them se është luks, është domosdoshmëri. Dhanosja paneleve diellore etj. Marrja ngrohtësisë diku në kushtet reale ku jetojmë, në kushtet bashkëkohore. Shpresojmë se ka më bë më mirë. Nevoja për ndërhyrje nis që nga hapësirat e kabineteve, pjesa sanitare si dhe fasada e godinës. Ndërhyrja e fundit në shkollë ishte 17 vite më parë dhe që atëherë shkolla artistike e Prinkjakova nuk ka patur asnjë rikonstruksion, ndonëse ka rreth 200 nxënës dhe mbetet pjesë e rëndësishme e nxjerrjes së talenteve në Shkodër.